Mirëmëngjes që të gjithëve, është 9:08 minuta në këto momente. Rikthehemi edhe një herë në transmetim të drejtë për drejtë këtu në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Po ndiqni Wake Up. Faleminderit që ndani të martë me ne dhe duhet ju themi se siç bëjmë çdo fillim muaji, kemi ftuar edhe këtë muaj në studion ton Meri Sheun, astrologen e njohur. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në Wake Up përsëri. Muaj të mbar. Urime edhe për lukun e ri. Faleminderit. Ti ndron luk çdo muaj. Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti kujtohem, na qëndron shpesh herë partner ti. Ke filluar me ngatru partner. Tashi. Blendi të lutem. Mirë, Blendi. Si nuk i vëre. Jo, pse më s'ka ndryshuar nga. Jam ankuar, ja. Unë jam ndjem komode, pse? Ja, shumë komode. Okej. Atëherë fillojmë me qershorin. Qershori. Kemi pas një muaj maj shumë të ngarkuar. Për të mos thënë shumë të vështirë, sikur kaloi një damar i fortë aty në mes të muajit dhe ndjevëm të gjitha të ftohtësinë dhe ngurtësinë e majit. Pra maji na ka bërë ndryshe. Na ka ndryshuar si njerëz. Nuk flas vetëm në Shqipëri, por ndikimet planetare ishin të tilla që shumë njerëz mbas majit nuk janë më një lloj. Po janë ndryshime pozitive apo negative? Ishte i fortë si muaj. Tash kur themi të ndryshon, do me thënë, gjithmonë ndryshimi është i mirë, por kur themi të ndryshon, ka ndodhur një ngjarje më e fortë nga sa ti e mësuar. Dhe jo gjithmonë ngjarja e fortë mund të jetë edhe më e gëzueshmja. Por është ajo që të jep një mësim. Pra, ka qenë si muaj karmik, themi, shumë i fortë. Tani, sa kemi shpëtuar dhe si kemi dal nga maji, do shikojmë qershorin. Nga dje në qershor, Mërkuri është futur në Gafore, planeti i komunikimit. Dhe të futet një Mërkur në Gafore, do të thotë që komunikimi është pak më emocional, më me ndjenja. Pra, ne do fillojmë të qetësohemi në komunikimet e përditshme, do nxjerrim atë emocionin, nuk do jemi të ftohtë ose thjesht analitik. Por që javën e parë ky Mërkur kontraktohet me Saturnin në shenjën e Dashit dhe me Neptunin, kështu që dikush do zhgënjehet në këto emocione, dikush do shprehet më shumë, dikush do përballet me një realitet akoma më të ftohtë, por e rëndësishme është që gjërat do marrin atë si të themi të vërtetën dhe emocionin e vet. Dhe këto shenjat që ta marrin këtë ndikim më shumë javën e parë janë Gafore, siç thash, është Mërkuri nga Gafore, Dashët, Peshorët dhe Bricjapët. Këtu do luhet një lojë, edhe një lojë e madhe erotike dhe një lojë e madhe pune e situatash. Në datën 13 futet Afërdita në Luan. Kjo do të thotë që planeti erotik ndryshon dhe ai. Nga Gaforia që është pak nostalgjik, i ndjeshëm me të qara, kështu si e delikat, futet në Luan që do të shëndrisi, do të bërtasi e ku e diun se çfarë, dhe përkon dhe me hënën e re në datën 14 në Binjak. Dhe kjo hënë e re, sikur jep ca fillime të reja, ca njoje, bëhet pak më lozanjare. Si të themi, fillojmë dhe lozim. Lozim tash me njerëzit që kemi, me situatat, mund lozim dhe me rezën e dritës, ku po lozim. Në fundit futet një laj. Dhe kjo është një gjë e mirë. Por gjërat më të rëndësishme të këtij muaji janë në fund të muajit, në datën 28 marsi nga Demi që është në Dem. Edhe ju demët e keni ndjer fort Marsin në shenjën tuaj, planetin e luftës në Dem. Keni rënë murit me kokë në disa çështje dhe do vazhdoni. Kemi brirët ne, nuk i bie me kokë direkt. Po, është Marsi aty. Marsi i pret brirët ka herë, mos harros, është planeti i luftës. Kështu që kemi Marsin, nuk ju udhëheqin brirët, ju udhëheq Marsi. Në këtë periudhë në datë 28 futet në Binjak dhe çlirohemi. Po në datën 29 kemi hënën e plot në Bricjap. Edhe aty do fillojmë të shikojmë çfarë konkretisht kemi arritur, bëjmë bilance, por kemi dhe Mërkurin e kundërt në datën 29 që kthehet në Gafore, Mërkuri i kundërt. Kështu që atë Mërkurin e kundërt do ta analizojmë më shumë në korik, sepse në datën 29 është fundi muajit dhe Jupiteri përfundimisht lë Gafore mbas një viti dhe futet në Luan. Dhe ndryshon komplet skena e energjisë së planetëve. Duke u futur në Luan, ndryshojmë ne. Nga që jemi marrë me çështje familjare, personale, të zgjidhim ato gjërat tona delikate, të rrimë rrethin e ngushtë familjar, të shikojmë familjen, njerëzit afërt, e punët tona, do fillojmë të
kërkojmë më shumë dashuri, më shumë gëzim, më shumë hapje, më shumë shpenzim. Se për hir të së vërtetës sikur kanë qenë bllokuar gjërat. Pra kalimi nga gaforja në Luan ka këtë lloj efekti, po. Është më i ndritshëm. Kështu që ne na pret një periudhë më e ndritshme më pas. Po deri atëherë fillojmë. Fillojmë me dashët, që fillimin e javës të paktën duke qenë se afër Mërkuri është futur që dje në gafore, me gjithë planetët që janë në dash, do të thotë që dashët me iniciativat e tyre do kapen një herë me këta njerëzit e afër me çështjet familjare dhe një herë të shikojnë çka ka rregulluar aty, çka është rregulluar, çka mund të mos rregullohet, më që ata të vazhdojnë me planet e tjera pastaj ose me çështjet dhe iniciativat e tyre personale ose me programin e tyre. Kështu që do kenë kujdes bizneset familjare, marrëdhëniet me familjen, bashkëpunimet me njerëzit e afër. Të gjitha këto këtë javën e parë fillojnë dhe çlirohen pas datës 14 me hënën e re në Binjak, u jep hëna e re një ide, një mundësi rruge, do udhtojnë disi dhe aty do kenë në një takim të bukur pozitiv në jetën personale, afër dita në Luan, i jep edhe një sharm ose tendencë flerti e gjëra të tilla të bukura. Pastaj në çështjet e karrierës në fund të muajit kemi një ngecje, një stacion, aty ose do përfundoj një punë ose do mendojnë për një punë tjetër dhe që Mërkuri kundërt do rikthej prap disa çështje familjare që do të shikojnë, ato që s'do të zgjidhin dot këtë javë, do të dalin në fund të muajit për të zgjidhur në korrekt. Dhe shkojmë te demët gjithë muajin qershor ta kenë Marsin në shenjën e tyre. Tash si demë e brir, si pa brir, sido që të jenë, si të vegjël, si të mëdhenj, do kenë një tendencë luftarake. Por do të kërkojnë të gjejnë një mbështetje nga njerëzit e afërm, të familjes, të njohur, kushuri, shok, miq, por këtë javën e parë do ta kenë të vështirë të mbledhin njerëz rreth vetes, sepse tham që Mërkuri nuk është në një pozicion të mirë me Saturnin në dash dhe do zbulojnë dhe diçka, një të fshet ose një thashë them që nuk do t'i ndihmoj dhe do t'i bëj akoma pak më nervoz. Megjithatë, fillojnë dhe qetësohen mbas datës 13 me një çështje ekonomike që vjen më mirë ose me një çështje familjare që qetësohet dhe të paktën deri në mes të muajit do doja të ruanin qetësi në planet dhe projektet e tyre, mos t'i merrnin gjërat që është keq, nuk po rregullohet dhe s'do rregullohet. Dhe nuk i dihet se si i menaxhojnë nervat e tyre. Pra fillojnë dhe hapet nga mesi i qershorit kjo situatë. Pastaj do flasim për një udhtim jashtë shtetit në fund të muajit, do flasim për situata familjare që do fillojnë të qetësohen, pronësira, komoditete më mirë ose një bashkim familjar për ata dem që mund të kenë pasur probleme, ndarjesh e gjëra të tilla dhe shkojmë te binjakët. Binjakët e kanë uranin përballë shenjës së tyre. Duhet të presin datën 13-14 që hëna e re t'i japi një lloj freskie këtij ndryshimi që ka ardhur në jetën e tyre, po këta nuk po përshtaten se ka ardhur një ndryshim, se Urani ka përmbysur disa situata në jetën e tyre personal. Dhe do fillojnë të lëvizin, si themi, të marrin jetë, është si puna sikur ka ngel të mekur, është ajo, ka ngel i mekur, dhe tash do fillojnë të marrin përpara nga data 13 e tutje. Edhe aty do shikojmë sa çfarë dëmi është bërë nga kjo surprizë e papritur që i ka sjell Urani. Aty do shikojnë edhe njohje të reja dhe komunikime dhe dalje dhe flerte, kështu që fillojnë të marrin veten edhe binjakët nga mesi i muajit e tutje. Pastaj do shikojmë një çështje ekonomike shumë të rëndësishme me hënën e plot në fund të muajit, një çështje pronësie ose trashëgimie ose para që i presin nga tjerët ose në rrugë ligjore, ta shikojnë sa e madhe do jetë kjo prurje ose kush është përfundimi i këtij buxheti, sa do jetë konkretisht ky buxhet, për të mos folur pastaj që Mërkuri i kundër do sjellë prap disa probleme ekonomike në fund të muajit qershor. Dhe shkojmë tek gaforet. Gaforet do t'i cilësoja si në muajin e fundit që duhet ta presin fatin ose duhet punojnë për fatin ose nëse kanë punuar për jetën e tyre, duhet thonë tash është momenti, se dhe këtë muaj e kanë Jupiterin në shenjën e tyre. Do thoni ju, e kanë vetëm ata të lindurit në 10 ditëshin e tretë, por gjithsesi edhe vetë Jupiteri para se të dali, është si puna atij nxënësit që është në fund të provimit, do të japi një çik më shumë ose do të rridhe një çik më shumë, ta mbush dhe një çik më shumë të fletën para se të mamari. Është kjo tendencë, apo jo? Kështu që dhe Jupiteri në Kujtove Mr. Beanin ka një asoj që do tentoj të japi më shumë, të bëj më shumë, kështu që do përfitojnë të gjitha gaforet. Por kjo javë e parë është e vështirë nëse kanë pas probleme, situata me karrierën, me punën,
punën. Pra është java më edhe e keq kuptueshme edhe me përballje dhe zhgënjyse e ku e diun se çfarë. Pastaj mas datës 13 fillojnë dhe ata të çlirohen, sidomos dhe në aspektin ekonomik, shohin në një ëndër të bukur, u delën në një zgjidhje në ëndër, si Einstein, për shembull, e kanë menduar shumë edhe u del aty në ëndër ajo zgjidhja, ose i ndihmon një shoqe, kryesisht i ndihmojnë shoqet. Femrat në këtë rast gaforet në rrugën e tyre, se është hënare, është shumë e bukur. Tashi, çështja është që ana ekonomike do filloj të marrë përparësi, domethënë do t'i lëm brapa pastaj gjithë këto rumpalla, trëmuja që kanë kaluar, edhe në jetën personale ku e diun se çfarë, edhe merr përparësi ana ekonomike, e cila fillon dhe triumfon, fillon të hapet nga fundi i muajit. Por Merkuri kundër që kthehet në shenjën e tyre, nuk jep garanci që në korrik do rikthehen përsëri disa probleme që ata nuk do i zgjidhin mirë gjatë javës së parë të qershorit. Dhe shkojmë tek Luanët janë në pritje, thot, do vej ku do vej, te unë do vi. Apo ja, ku do shkoj? S'ka ku të shkoj, po. S'ka ku të shkoj. Edhe Jupiteri në fakt do bëj çfarë do bëj. Edhe këtë qershor dhe do kthehet, do vete te Luani. Kështu që presin Luanët, janë në pritje të stafetës, të marrin atë stafetën dhe të vazhdojnë vrapin. Unë nuk them se do jenë si Ben Johnson, po diku aty do marrin në një medalje. Do filloj një stafet, një sport për ta. Po sa i vjen, domethënë, e vjen e marrin. E vjen, ata. U dash që filloj sportin. Në sportin e filloj tash. Aty po fillove sportin, diçka do marrësh. Okej. Kështu që është një periudhë që janë në një pritje, po në datën 13-14 futet një i paraprin afër dita në shenjën e tyre, kështu që dashuria e tyre do jetë shumë e bukur. Fillojnë edhe ndjen të relaksuar, po dashurinë e kanë prezent, do ta kenë prezent në jetën e tyre. Por do shikojmë disa probleme ligjore javën e parë, tashi, edhe ose disa mos aprovime, si në një çështje udhëtime, në një çështje ligjore, komunikimi me jashtë, është e vështirë java e parë, qetësohet mes java dhe në fund rikthimi i Merkurit të kundërt tenton që të rikthej prap disa probleme në lidhje me punën, ose fillojnë ata prap që kanë bërë prapa skena, fillojnë të bëjnë prapa skena, kështu që duhet i zgjidhni mirë këto çështjet ligjore dhe të punëve javën e parë të qershorit. Dhe shkojmë te virgjëreshët, të cilët, sido që të jetë puna, fillojnë e marrin veten dhe ata nga data 13-14 me hënën e re në binjak, por me një ndryshim pune, ose me një ndryshim mënyre se si komunikojnë, ose me një rifreskim të vetes së tyre. Nuk mund të kërkojnë një punë të re me këtë mentalitet të vjetër, por që të arrin këtë duhet shikojnë kë kanë aleat, mbështetje, situata javën e parë të qershorit. Dhe çfarë buxheti kanë? Sa mund të rezistojnë në këtë ndryshim të ri ose në këtë investim të ri që vjen nga mesi i muajit. Megjithatë, rikthimi i Merkurit të kundërt në fund të qershorit tregon që disa njerëz u kthehen mbrapsht, ose disa punë nuk i kanë vlerësuar mirë, ose disa misi, disa përkrahës nuk i kanë vlerësuar mirë ose nuk do t'i vlerësojnë mirë gjatë javës së parë të qershorit dhe aty mund të ndeshin prap në gabime. Pra nuk, si ai snajperi nuk e kanë etiketuar mirë shënjestrën e tyre, në vend që të zgjedhin për shembull Blendin, vjen zgjedhin shoqen time, Heidin. Kështu është çështja. Pra bën një gabim në përzgjedhje. Kjo do të thotë që do ta kenë kujdes pra shënjestrën e tyre gjatë fillimit të qershorit, pra javën e parë të qershorit. Kjo për virgjëresh. Dhe shkojmë te peshorët që unë mendoj që do jenë në krye të listës, qoftë në çështje karriere, por qoftë edhe në çështjen e një rënje të papritur. Kështu që peshorët javën e parë ose pretendohet të arrin kulmin, ose pretendohet të bien fare dhe nuk ngrihen më fare. Dhe nëse arrin kulmin, pa rregulluar disa situata këtu brenda ose bazës së tyre, pretendohet që këto gabime që mund të bëjnë të rikthehen në fund të qershorit. Dhe pse e them këtë? Sepse Jupiteri në gafore i ndihmon shumë në karrierë, por Merkuri në gafore përballjet me gjithë Saturnat e Neptunat në dash, sjell një konflikt të madh pushteti. Duke sjell në konflikt të madh pushtet, qoftë në karrierë, qoftë në drejtim, qoftë në familje, ku e diun se çfarë, këtu bëhet ajo dominanca, por mund bëhet edhe një gabim edhe këtu, i cili mund të paguajë
tregues shtrenjtë në fund të qershorit ose të mos të nënvlefsohet si gabim. Vetëm për këtë, por mesi do jetë shumë i mirë, mesi i qershorit, sepse afërdita në Luan u jep shumë përparësi, sharm, mundësi, ekonomi, të bie në sy, fillime të reja, hëna në binjak, kontakte me jashtë, mund të hapin punë me jashtë në situata të tilla, dhe gjërat mund të arrijnë jashtë masë mirë. Vetëm çështjet familjare në fund të muajit dhe të shikojnë mirë javën e parë të qershorit. Dhe shkojmë tek akrepët, të cilët janë një nga shenjat e favorizuara për qershorin, si shenja e ujit, me që Jupiteri në gafore është në atë startin e fundit, e ka marrë atë ritmin për të ndihmuar të gjithë shenjat e ujit, edhe akrepët, edhe gaforet, edhe peshqit. Kështu që dhe akrepët do jenë përfitues të kësaj gjë, sidomos ata të lindurin në 10 ditën e tretë, është periudha atyre më me fat. O e kapin fatin tani, o nuk ka se si më të ndjehen kaq me fat. Do merren me gjëra të tjera se futja e Jupiterit në Luan në fakt i pretendon për një karrierë të madhe për akrepët, sepse është në shpinë e 10, në zenithin e tyre. Madje unë do thosha që më të favorizuar e kanë akrepët Jupiterin në Luan se sa vetë Luanët, se këta e kanë në vitrinë. Por çështja është që duhet kapin tash atë bazën, sepse po nuk ke asnjë gjë, s'ke miell, nuk ke ç'a të bësh as me Jupiterin, as me Luanin, as me një gjë tjetër. Kështu që duhet të kapin tani disa gjëra shumë thelbësore në jetën e tyre. Dhe akrepët mund t'i kapin edhe në bashkëpunime me jashtë, një punë që hapet me jashtë, kontakte me jashtë, ose të bëjnë më shumë publicitet për punën dhe jetën e tyre, qoftë në jetën personale. Megjithëse në jetën personale ka rikthime nga e kaluara të personave nga e kaluara, të cilat duhet t'i vlerësojnë me kujdes, sepse ata duan të rikthehen në jetën e tyre. Dhe nga jashtë u rikthehen persona në fund të muajit, mundësi për t'i rregulluar gjërat. Dhe shkojmë te shigjetarët, të cilët janë shumë të lodhur me punën, me përditshmërinë, sepse Marsi në Dem i ka lodhur jashtëmase. Por nga ana tjetër i është vënë një rregull në jetën emocionale, erotike, se Saturni në Dash thotë do bësh jetë erotik, po do vësh programe, ku e diun se çfarë, dhe shigjetarët ndjehen si të lodhur, si të kushtëzuar në fakt. Por kjo fillim jave thotë unë do shpërthej, thotë një shigjetar, do udhtoj, do shpenzoj, nuk dua t'ja di për programet, e ku e diun se çfarë. Por Marsi në Dem andej vazhdon dhe godet në lidhje me punën, thotë që ti deri në fund muajit po ndave nga puna, po s'bëre atë punën që duhet, ku e diu se çfarë të prete, stresohesh, të dalin 1100 probleme, por futja e afërditës në Luan i çliron erotikisht, i çliron nga ana e ndjenjave, u jep një mundësi të re, i jep një ndihmës, u vjen fati dhe gjejnë një korridor shpëtimi, si të themi, dhe aty fillojnë dhe relaksohen. Pastaj futja e Jupiterit në fund të muajit në Luan është një nga simbolet më të bukura për shigjetarët, qoftë në çështjet erotike, qoftë komunikimet me jashtë. Pra fillojnë edhe lozin shigjetarët si një Luna Park, edhe gjejnë dhe një shok dhe një shoqë aty, edhe lozin të gjithë bashkë ore lulebore. Edhe shkojmë te bricjapët, të cilët kanë ndikimet më të fuqishme. Mirë Marsi në Dem që i kanë ndihmuar erotikisht, kjo është pika më e fortë e tyre. Por Jupiteri në gafore përballë shenjës së tyre i vë përballë përgjegjësive dhe marrjes së përgjegjësive, qoftë në bashkëpunime, qoftë në martesë. Kështu që patjetër duhet të ulin kokën në një martesë ose në një bashkëpunim. Java e parë kanë probleme familjare, debate familjare, sa të stabilizojnë rrugën, sa të shtrojnë shinat, e ku e diun, çdo gjë që lidhet me familjen del javën e parë. Nëse e rregullojnë mirë, nëse se rregullojnë mirë, në fund të muajit u rikthehen edhe një herë disa të afërm i thonë, jo po dhe mua s'ma bëre kështu, jo po mua s'ma bëre kështu, mua më the kështu, unë të kam thënë kështu, e ku e di unë bëhet një lëmsh aty, por hëna e plot të bricjap thotë që unë jam këtu, i di të gjitha, unë do i mbaj të gjitha këto emocionalisht, tani na lini rahat, sepse futet Jupiteri në Luan dhe unë tash nga gjithë ju do mbledh atë çfarë ju më keni marrë, më keni pirë gjakun mua për vite dhe do kërkoj testament, do kërkoj detyrime, do kërkoj para, do kërkoj llogari. Por deri atëherë është i ndjeshëm, i vogël dhe nuk ndjehet bricjapi në formatin e vet më të mirë dhe që të kërkoj. Do futet e Merkuri i kundër, siç e tham, në fund të qershorit në gafore përballë shenjës së tyre, do fillojnë ca bërbëre të tjera për bricjapin, por megjithatë bricjapi mban një letër nga mbrapa, do t'i shënoj të gjithë dhe do t'u kërkoj llogarin në fund. Bricjapi quhet Abedin. Dhe do kërkoj llogarin nga koriku e tutje. Prandaj ju që keni punë me bricjapët, ose shtupi janë kokën tani, ose po i lat për në korik. Do ka të mbaj shënim në Abedini, po. Llogaria. Kështu çka keni për të bërë?
Tani dhe shkojmë tek ujorët, që është një nga shenjat që është shumë në ndryshim të madh gjatë qershorit, futet Jupiteri pikërisht në luan përballë shenjës së tyre, dhe u del për detyrim dhe këtyre të fejohen, martohen, vënë rregulla. Megjithëse janë bërë shumë strikt në planet e tyre. Po të shikosh një ujor tani nuk duket si ai ujori që është kështu si çapkën i vogël e unisex, ku e diun se çfarë çdo gjë rrotullohet rreth meje, por që është vënë në një striktizëm, në një rregull ushqimi, në një rregull daljesh, në një rregull organizimi, por kjo java e parë sikur i të orienton, thot shumë rregulla ke vënë, tash unë kam nevojë edhe për emocione, për ndjenja, për njerëz që më japin një lloj sentimenti të fuqishëm, po pikërisht këtu do jetë gabimi, sepse nuk duhet ta prishin këtë rregull, dhe Saturni nuk e lë ta prishin këtë rregull, që njerëz që vinë për shembull halla daja çaja edhe janë je dobësuar, si e mirë, ç'është kjo punë që bën, da ndryshoj këtë, do përpiqen të ndikojnë këta, por Saturni thot mos ma ndiko ujorin se e kam për punë të mëdha. Nuk e kam të laj oborin, ose të voj lavatricet, ose të merret me punët e shtëpisë, ose me punët angari. Kështu që ujori do ketë të konfuzion javën e parë, por pastaj do filloj të arrimari veten, dhe nga mesi i qershorit do filloj të flertoj bukur me gjëra të bukura, do të blej gjëra të shtrenjta, do të dalim në pa, do të ndryshoj garderobën, e ku e diun se çfarë gjëra të tilla, dhe pastaj do kapë edhe në një të pasur, pastaj do kapë edhe në një të pasur, do kap atë krapin, si thon peshkun çash, si quhet? Levrekun. Do kapin levrekun. Dhe peshqit. Ne shkojmë te peshqit, që shkojmë te peshqit. Peshqit janë nga ato shenjat e ujit që nga Jupiteri presin fatin më në fund, e presin shumë në dashuri. Nuk ka peshk tash që duhet na dalin nga fundi i qershorit pa tentuar të bëj një marrëdhënie erotike, një njohje, të marrë një vendim ose të shijoj diçka në jetën e vet personale. Dhe Jupiteri ka marrë vrapin që t'i ndihmoj. Do kenë disa kthime nga mrapa, përgjigje jo javën e parë të qershorit, por pastaj fillojnë fillime të reja, sidomos njohje të reja në ambientet familjare, në çështje pune, do shikojmë ca njohje të reja që do jenë shumë të mira, dhe të cilat në fund të muajit do t'i garantojnë peshqve një fat në dashuri ose në jetën e tyre personale. Pra, po gjithë komplikimi do jetë me gjërat që s'po i arrin dot në jetën personale, ose që tentohet të arrihet në jetën personale, se Odiseu ishull në ishull, por do ta gjejnë dhe këta ishullin e vet në fund të qershorit. Dhe do merren pastaj shumë dhe me çështjet e punëve peshqit, që për të thënë të vërtetën mund të gëzon një punë me shumë lavdërime, me shumë poste, nuk do marrin një post drejtues, po atje te puna që do jenë ata kryesorët. Por duhet të presin korrikun, fundin e qershorit që të fillojë të hapet kjo. Por një sinjal i mirë do t'u jepet nga data 13-14 qershor për këtë ndryshim të madh në jetën e tyre. Dhe Marsi në Dem tregon që duket sikur se kanë mendjen për disa gjëra, por e kanë një sulm, një shtiz, por ata që dalin kundra e kanë gjithmonë nga mbrapa. Kështu që kujdes nga peshqit. Si diet. Shumë faleminderit Meri, astrologja e njohur me ne si çdo muaj këtu për yjet dhe parashikimet e tyre. Meri, faleminderit. Faleminderit dhe ju. Ne kthehemi shumë shpejt me të tjera. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.